Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vetëm 2 banane në ditë dhe e gjithë mosha mbi 40 vjeç do të na falenderoj. Trajtoj në këtë problem. Sipas nutricionistëve, nëse konsumoni 2 banane në ditë për një muaj me radhë, gjendja juaj shëndetësore do të përmirësohet në mënyrë të ndjeshme, citon mbrojtësaj. Sasia e natriumit në banane është mjaft e ulët, teksa sasia e kaliumit është e lartë. Kështu që kjo e bën një frutë të shkëlqyer për presionin e gjakut dhe rregullimin e shëndetit të zemrës pas të 40-ave. Shkencëtarët kanë zbuluar se duke konsumuar banane çdo ditë, ju zvogëloni rrezikun e sulmit në zemër me 40%. Banania bën mrekullinë te njerëzit që kanë probleme me sistemin tretës, si kapsllëku për shembull. Bananet janë të pasura me fibër dhe kjo është një arsye pse janë të shkëlqyera edhe për zgjidhjen e shpejtë të problemeve të zorrve. Ndër të tjera, në rast se trupit tuaj i mungon hekuri, bananet janë një mundësi e shkëlqyer për të shtuar prezenca e mineraleve në organizëm. Studiuesit kanë zbuluar se konsumi një banane në mëngjes ose për drekë nga një individ do të ulë ndjeshëm edhe rrezikun e problemeve të kalciumit në trup, duke përmirësuar kështu edhe shëndetin e kockave, të cilat mund të bëhen më prezente në jetën tuaj pasi kaloni moshën 40 vjeçare. Bananet mund të konsiderohen si një frut i nënvlerësuar në krahasim me frutat e tjerë ekzotik, të cilat janë kthyer në trend, por përfitimet që ky trup i jep në organizmin tuaj do ta bëjnë atë një nga aleatët më të mirë për shëndetin tuaj. Bananet mund të cilësohen si një nga frutat më të mirë për shëndetin e përgjithshëm. Ato japin trupit tuaj vlera ushqimore, vitamina, fibra, mbëlsues natyral si sukroza dhe fruktoza. Ja pse duhet të hani çdo ditë nga një banane dhe do t'i thoni doktorit tik. Gjëja më e mirë për bananet është se i gjeni shumë lehtë edhe me çmime të favorshme. Ato mund të gjenden edhe poshtë pallatit tuaj në një shitore të vogël. Banania është një nga frutat më të konsumuar në botë, më shumë se modët dhe portokallit të marra së bashku. Ja cilat janë përfitimet më të mëdha shëndetësore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i këtij fruti në mënyrë të përditshëm. Ato ndihmojnë edhe kundër djegjeve të stomakut. Bananet kanë efekte natyrore antiacide dhe në mënyrë të tillë çlirojnë nga shqetësimet e shkaktuar nga aciditeti i lartë në stomak. Mjafton të hani vetëm një banane dhe menjëherë do të ndjeni lehtësimin nga simptomat e djegjes së stomakut. Redukton tensionin e gjakut. Bananet, një frut i shëndetshëm për zemrën, janë të pasura me potasium dhe kanë pak sodium, një kombinim i përsosur për mbrojtjen nga infarkti dhe goditja në tru. Ato janë një burim i mirë i energjisë. Nëse hani 1 ose 2 banane para ushtrimeve në palestër, do të përfitoni mjaftueshëm energji për mbi 1 orë stërvitje. Karbohidratet me bazë të ulët glicemie, vitaminat dhe mineralet janë një mbështetje e madhe për trupin, duke i dhënë antiforcë, ndërkohë që potasi ndihmon për të parandaluar ngërçet muskulare. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë kundër anemisë. Bananet janë një aleat i fuqishëm i personave që vuajnë nga anemia. Gjithashtu, ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër kapsllëkut. Si të shpëtoni nga kapsllëku dhe fryrja, paklezma dhe dhimbje? Bananet u japin atyre hekurinë e nevojshëm të dietës dhe stimulojnë qelizat e kuqe të gjakut që prodhojnë hemoglobinë edhe për të shtuar furnizimin me gjak. Janë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër shqetësimit të ulçrave. Ata që vuajnë nga ulçrat në stomak e dinë shumë mirë se duhet të rinë larg nga disa ushqime, por mos u shqetësoni, banania nuk është një prej tyre. Mund t'i konsumoni pa problem sepse nuk do t'ju shkaktojnë asnjë shqetësim në stomak. Kjo ndodh sepse bananet janë të buta, të lehta, kremoze dhe të mira për stomakun, duke dhënë atyre mburojën e nevojshme ndaj aciditetit dhe irritimit. Ato janë fruti i lumturisë. Bananet të shtojnë humorin dhe luftojnë depresionin për shkak të niveleve të larta të tripofanit që në trup kthehet në serotonin. Serotonina është hormoni i lumturisë, ajo i bën njerëzit të ndjenen më të qetë, më të lumtur dhe humor më të mirë. Hani banane dhe do t'jeni më të lumtur. Janë qetësues të nervave. Duhet të hani banane kur jeni me humor të keq ose të stresuar.
Fruti magjik ndihmon në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Vitamina B që gjendet në shumicë të bananet qetëson sistemin nervor dhe i bën njerëzit të ndjehen më të qetë dhe me humor. Ato janë të mira kundër temperaturës së lartë. Nëse keni temperaturë të lartë, hani një banane. Në sajt e enzimave që përmban bananet ulin temperaturën e trupit. Bananet ofrojnë mjaft përfitime të tjera për organizmin. Mos u mjaftoni me një ose me dy. Mund t'i konsumoni gjatë gjithë ditës kur ndjeheni të uritur, kur keni nevojë për energji, gjithashtu kur doni edhe një humor më të mirë. Banani është një nga frutat, gjithashtu mund të konsumohet vazhdimisht në dietën tuaj. Ato i bëjnë njeriut shumë të mira, prandaj duhet të jenë pjesë e pandare e dietës suaj. Ekspertët thonë se konsumi 2 bananeve në ditë do të furnizojë trupin me 900 mg kalium, që i bën mirë zemrës, mirëmban tensionin dhe nivelet e shëndetshme të presionit të gjakut. Sipas ekspertëve, balancat mes kripës dhe kaliumit janë të nevojshme për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë të gjakut. Nivelet e larta të vitaminës C që përfitohen nga ngrënia 2 bananeve në ditë do të fuqizojnë sistemin imunitar dhe minimizojnë rrezikun e sëmundjeve. Banani është një nga frutat më të mirë për shëndetin dhe stomakun dhe sistemin tretës, për shkak të kaliumit që ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të elektroliteve. Bananet përmbajnë fibër, por edhe sheqer. Pavarësisht niveleve të këtij të fundit, fibra do të balancojë përthithjen në organizëm. Ekspertët thonë se ngrënia e 2 bananeve në ditë është një mënyrë shumë e mirë për kujdesin e zemrës. Megjithatë, sasia rekomandohet të përfshihet në dietat tuaja për të ndihmuar kështu edhe në një sër problemesh të trupit. Sipas Laura Flores, nutricioniste në San Diego, The Life Science ka cilësuar bananen si një nga produktet më të mira ushqyese që duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja. 1 deri në 2 banane çdo ditë është një zgjidhje shumë e mirë për të rritur imunitetin dhe për të parandaluar një sër komplikacionesh të tillë. Banania, ky frut i verdhë egzotik, jo vetëm që është i shijshëm, por na ofron gjithashtu edhe shumë përfitime shëndetësore që nuk i keni menduar më parë. Një banane në ditë pastron organizmin nga toksinat, mban sy të shëndetshëm, lëkurën e lëmuar dhe ngre humorin. Nëse mendoni se me kaq mbaruam, gabueni. Jo të gjithë e dinë se bananet janë të pasur me antioksidantë që ndihmojnë për të mbrojtur trupin nga radikalet e lira. Bananet forcojnë sistemin nervor dhe ndihmojnë humbjen e peshës me lehtë. Janë burim i mirë i potasiumit, magneziumit, vitaminës B6. Një banane përmban 450 mg kalium, 30 g karbohidrate, 3 g fibër, 19 g sheqer dhe 1 g protein. Sipas dietologëve, ato ofrojnë përfitime të mira për shëndetin e përgjithshëm. Ato janë një nga frutat më të mirë me përmbajtjen e lartë të kaliumit që ndihmojnë gjithashtu personat që vuajnë nga hipertensioni dhe vetët e saj janë të mira për shëndetin tuaj. Bananet janë të pasur me antioksidantë që ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga veprimi i radikaleve të lira, të afta për të forcuar sistemin nervor dhe aleat në humbjen e peshës. Bananet janë një frut që jep organizmit përfitime të shumta ndër më të rëndësishme të përmendim. Kanë një funksion të mirë kundër plakjes. Bananet kanë në veti të shkëlqyer antioksiduese falë pranisë së flavonoideve dhe flavonolëve të aftë për të parandaluar dhe luftuar plakjen. Janë të mira për muskujt. Në fakt, bananet janë të pasur me kalium, një mineral thelbësor për funksionin e duhur të sistemit nervor, muskulor dhe kardiovaskular, dhe magnez i cili gjithashtu relakson edhe muskujt tuaj. Ai ndihmon në funksionin e duhur të zorëve. Banania është një frut astringent, prandaj është shumë i dobishëm për të marrë gjatë episodeve të diares. Është alat i shkëlqyer për zorën dembele dhe përmirëson tretjen duke lehtësuar kështu edhe problemet tuaja të tretjes së dobësuar. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.